20 mars, mirënjohje e hirshme. Duke u fuqizuar me çdo fuqi, sipas pushtetit të lavdisë së tij, për çdo qëndres dhe durim, me gëzim, duke e falenderuar Atin që ju bëri të përshtatshëm për pjesën e shortit të shenjtorëve në dritë. Kolosianëve 1:11 deri në 12. Pothuajse të gjithë e vlerësojnë një dhuratë të mirë. Familja, liria, koha e lirë, një shtrat i ngrohtë dhe një pije freskuese. Të gjitha këto krijojnë një zemër mirënjohëse dhe të gjithë ne jemi natyrshëm në gjendje për të shprehur të paktën një farë mirënjohjeje për to. Fjalën faleminderit e mësojmë që të vegjël. Udhëheqësi amerikan i rizgjimit, Jonathan Edwardsi, bëri një dallim të dobishëm mes atyre që ju referua si mirënjohje natyrore dhe mirënjohje e hirshme. Mirënjohja natyrore fillon me gjërat që na jepen dhe përfitimet që i shoqërojnë ato. Çdo kush është i aftë për të treguar këtë lloj mirënjohjeje. Megjithatë, mirënjohja e hirshme është shumë e ndryshme dhe atë mund ta përjetojnë dhe ta shprehin vetëm fëmijët e Perëndisë. Mirënjohja e hirshme e dallon karakterin, mirësinë, dashurinë, fuqinë dhe përsosurinë e Perëndisë, pavarësisht nga çdo dhuratë ose kënaqësi që ai ka dhënë. Ajo e di se kemi arsye për të qenë mirënjohës ndaj Perëndisë, pavarësisht nëse dita është e mirë apo e keqe, nëse jemi të punësuar apo të papunë, nëse lajmet e përditshme janë optimiste apo dormuese, nëse jemi plotësisht të shëndetshëm apo përballemi me një diagnozë pa shpresë. Një mirënjohje e tillë zbulohet vetëm me anë të hirit dhe është një shenjë e vërtetë e frymës së shenjtë në jetën e dikujt. Mirënjohja e hirshme na jep forcën për të përballuar çdo gjë me vetdijen se Perëndia është thellësisht i përfshirë në jetën dhe rrethanat tona, sepse ai na ka bërë objekte të veçanta të dashurisë së tij. Kur Jonathan Edwards i vdiq, si pasojë një vaksinimi kundër lisë, Sara, gruaja e tij, i shkroi vajzës së tyre: "Çfarë të them? Një Perëndi i shenjtë dhe i mirë na ka mbuluar me një re të errët." Vini re sinqeritetin në këto fjalë. Nuk ka triumfalizëm sipërfaqësor. Mirë po burri i saj nuk vdiq rastësisht. Ishte sovraniteti mbizotrues i Perëndisë, ai që përcaktoi kohën e dur për ta çuar Jonathanin në shtëpinë e shpërblimit të tij të përjetshëm. Dhe kështu Sara vazhdoi: "Por Perëndia im jeton dhe zemra ime i përket atij. Ne të gjithë i përkasim Perëndisë. Atje jam dhe atje dua të jem." Në mes të pikëllimit, nuk do të mund të shqiptojmë dot kurrë fjalë të tilla nga mirënjohja e natyrshme, e cila nuk mund të na ndihmojnë në kohë humbjeje. Një reflektim i tillë mund të rrjedh vetëm nga mirënjohja e hirshme. Mund të jeni duke u përballur me rrethana të vështira apo edhe zemërthyese në këtë kohë. Edhe nëse jo, ajo ditë do të vijë dikur, sepse kjo është një botë e rënë. Por në ato çaste, ju mund të kapeni pas dashurisë së Perëndisë dhe të zgjidhni t'i besoni mirësisë së tij, e cila është shprehur shumë qartë në kryq. Prandaj, edhe në orët më të errta, ju do të njihni gëzimin e pranisë së tij dhe do të keni gjithmonë arsye për ta falendëruar atë. Ka forcë, dinjitet dhe adhurim në të qenet në gjendje për të thënë: Zoti ka dhënë dhe Zoti ka marrë. Qoftë i bekuar emri i Zotit. Jobi 1:21.